28 janari shënon 90-vjetorin e lindjes së shkrimtarit të njohur dhe eruditit Ismail Kadare. Në Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme u çel një ekspozit me letërkëmbimet e Kadares, me personalitetet të shquara të mendimit botëror, botime të rralla nga biblioteka e tij personale, artefakte dhe objekte autentike nga shtëpia Studio Kadare, duke ofruar një panoramë të rrallë të jetës dhe krijimtarisë së shkrimtarit. Shkrimtari dhe intelektuali i madh Recep Qosja, në pamundësi për të qenë prezent në aktivitet, dërgoi një letër duke nderuar mikun e tij, të cilin e ka njohur që në vitet 70. Akademiku Qosja komenton dhe e vlerëson si akt intelektual zgjedhjen e Kadares për të kërkuar azil në Francë, si një refuzim ndaj sistemit. Kërkimi i azilit politik nga Ismail Kadare në Francë në vitin 1990 u keqkuptua nga shumë kush që nuk e kuptonte peshën morale të asaj kohe. Në disa paraqitje publike në media dhe veçanërisht në një deklaratë të dhënë për Zërin e Amerikës, unë arsyetova se si ky akt nuk ishte arratisje nga dheu, por refuzim i një sistemi që i kishte vënë kufi të padukshëm për të hekur mendimit të lirë. Kadare nuk iku për të shpëtuar veten, por për të shpëtuar veprën edhe lirinë e saj. Azili i tij ishte akt intelektual dhe etik, zgjedhja e fjalës së lirë përballë dhunës së heshtur të diktaturës. Historia e ka vërtetuar se shkrimtari që kërkon liri nuk e braktis kombin, ai i shërben atij në mënyrën më të lartë të mundshme. Për kontributin në rëndësinë dhe dashurinë e Kadares për Kosovën, foli me shumë vlerësim shkrimtari, kritiku letrar dhe profesori Ali Aliu. I vetmi shkrimtar i hapësirës tonë që ka mbajtur ditar. Ka përcjellë nga dita në ditë gjendjen dramatike të Kosovës deri në përfundim të luftës së saj. Një pjesë e letërkëmbimeve me personalitetet e politikë berjes botërore u përmend këtu. U përmendën edhe përgjigjet e letërkëmbimeve. Aktivitetet vijuan edhe në Akademinë e Shkencave, ku promovua vepra në 3 vëllime, Kadare në kritikën botërore, e përgatitur nga studiuesi Bashkim Kuçuku. Në kryeqytet u përurua shtatorja Ismail Kadares, vepër e skulptorit Henri Mimani, i cili e sjell këtë vepër në nder të trashëgimisë letrare dhe intelektuale të shkrimtarit.